bërë vetëm kinoprovë dhe kaq, jo, sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Se kishe lënë se ti edhe e lënë. Jo, film nuk kam lënë, nuk kam gabuar në film. Pra rolet teatrit i ke rrezikuar, po filmi kur, se ke lënë? Filmi jo. Lodhjen e filmit e përballoja, nuk e di pse më pëlqente, mbase joshja e filmit kishte hyrë tek unë në gjak që 16 vjeç. Por ama bëheshin shumë bukur filmat në atë kohë. Bëheshin bukur filmat, kishte dhe lodhje të jashtëzakonshme. Bukur bëheshin filmat ata që ishin dhe filma pak të lehtë, për shembull them Zonja nga qyteti, që ishte vërtet një film në një fshat të bukur, me vështirësitë regjizoriale dhe teknike të filmit dhe të pjesës artistike, por ama megjithëse në ujin që jemi lagur ka qenë një natë gushti aq e tmerrshme e ftohtë, sa që jemi dridhur vërtet. Filmi ka vështirësitë e realitetit pastaj. Që sa më i vështirë të jetë në dukje, është realisht e bërë, nuk ka sikurin e teatrit. Kjo është ajo që, por megjithatë është si një pjesë jete e filmi, është një përjetim real, dhe që nuk bën dot dredhirat e skenës. Mund ta ke punuar me gjithë regjisorët e filmit, besoj? Kam punuar me regjisor të mirë, kam